Ulni tensionin e lartë me këto metoda natyrale. Tensioni i lartë i gjakut, hipertensioni, prek pothuajse gjysmën e të rriturve në SBA dhe mbi 1.28 miliard njerëz në mbar botën. Nëse nuk kontrollohet, ai rrit ndjeshëm rrezikun për sëmundje kardiovaskulare dhe goditje në tru. Megjithatë, ekzistojnë disa mënyra natyrale për të ulur tensionin e gjakut, edhe pa përdorimin e medikamenteve. Më poshtë janë disa nga metodat më efektive: ecja dhe aktiviteti fizik i rregull. Ushtrimet janë ndër mënyrat më të mira për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Aktiviteti fizik ndihmon zemrën të punojë më me efikasitet dhe të pompojë gjakun me më pak përpjekje, duke ulur presionin mbi arteriet. Rekomandim: bëni të paktën 150 minuta aktivitet fizik në javë, si ecja e shpejtë, ose 75 minuta në javë aktivitet intensiv, si vrapi. Përfundim: ecja për 30 minuta çdo ditë ndihmon në uljen e tensionit. Aktiviteti më i shpeshtë jep rezultate edhe më të mira. Reduktimi i konsumit të natriumit, kripës. Konsumi i lartë i kripës është i përhapur globalisht për shkak të konsumit të lartë të ushqimeve të përpunuara. Studime të shumta e lidhin marrjen e lartë të natriumit me rritjen e tensionit të gjakut dhe me rrezikun e goditjes në tru. Këshilla: zëvendësoni ushqimet e përpunuara me produkte të freskëta. Përdorni erëza dhe barishte në vend të kripës për shije. Përfundim: shumë udhëzime për uljen e tensionit rekomandojnë reduktimin e natriumit, veçanërisht për ata që janë të ndjeshëm ndaj tij. Kufizimi i konsumit të alkoolit. Alkooli mund të rrisë tensionin e gjakut dhe të shtojë rrezikun për sëmundje kronike. Edhe pse disa studime sugjerojnë se sasi të vogla mund të kenë efekte mbrojtëse për zemrën, këto përfitime shpesh kompensohen nga efektet negative. Përfundim: edhe një sasi e vogël alkooli mund të rrisë tensionin e gjakut, prandaj kufizimi i konsumit është i rekomanduar. Reduktimi i kafeinës nëse jeni të ndjeshëm. Kafeina shkakton një rritje të menjëhershme të tensionit, sidomos nëse konsumohet pak para matjes. Megjithatë, nuk ka shumë prova që ajo shkakton rritje të qëndrueshme të tensionit në kohë. Në fakt, personat që konsumojnë rregullisht kafe ose çaj me kafeinë kanë rrezik më të ulët për sëmundje të zemrës, përfshirë hipertensionin. Përfundim: kafeina mund të shkaktojë rritje të përkohshme të tensionit, por nuk ndikon tek të gjithë në të njëjtën mënyrë. Konsideroni ta reduktoni nëse jeni të ndjeshëm. Menaxhoni stresin. Stresi është një faktor kyç në rritjen e tensionit të gjakut. Kur jeni vazhdimisht të stresuar, trupi mbetet në gjendje lufto ose ik, duke rritur rrahjet e zemrës dhe duke ngushtuar enët e gjakut. Gjithashtu, stresi mund të çojë në zakone të dëmshme si konsumi i lartë i alkoolit ose ushqimeve të përpunuara. Përfundim: menaxhimi i stresit përmes teknikave të relaksimit është thelbësor për uljen e tensionit. Menaxhoni peshën nëse është e nevojshme. Humbja e peshës, veçanërisht te personat mbi peshë, ndihmon në përmirësimin e ndjeshëm të shëndetit të zemrës. Studimet tregojnë se humbja e vetëm 5% të peshës trupore mund të ulë ndjeshëm tensionin e gjakut. Kombinimi i humbjes në peshë me ushtrime fizike sjell përfitime të shtuara, duke ndihmuar enët e gjakut të funksionojnë më mirë dhe duke e bërë më të lehtë për zemrën pompimin e gjakut. Përfundim: humbja e peshës ka ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e tensionit dhe përmirësimin e funksionit kardiovaskular. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.